Vedat Muriqi zbulon prapa skenat. Isha ofert t'i bashkohesha Paris Saint-Germain. Ylli i Majorkas Vedat Muriqi para pak viteve ishte shumë ofert të transferohej te Paris Saint-Germain. Muriqi, që tashmë është golashënuesi më i mirë në historitë e Majorkës, ka zbuluar se fundmi disa prapa skena interesante, se si giganti francez provoi ta transferonte para se të nënshkruante me Lacion. Mirë po besa që i kishte dhënë Iglitares, pra drejtorit sportiv, ndikoi që marrëveshja të mos realizohet. Normale është se një sulmues kur fillon të shënoj shumë gola, çdo ekip do të ketë interes. I kam thënë edhe Iglitares, po e pranoi ofertën e Lacios. Para se të hypi në aeroplan, ka thirrë Paris Saint-Germain, duke thënë se do ta paguajmë atë që po kërkon Fenerbahçe dhe atë që po kërkoni ju. E janë tek ne. Kjo ishte pak para se të nënshkruaja me Lacion. Por unë pa ta dhënë fjalën Iglit dhe një shqiptar normal e mban fjalën e vet. Dhe pa marrë parasysh se Paris Saint-Germain është një klub i madh, i pa ta thënë edhe Tare se po vim te kjo, deklaroi Muriqi për Klan Kosovën. Pra, historia mund të ishte krejtësisht ndryshe për Muriqin, duke marrë parasysh faktin se transferimi nuk funksionoi te Lazio, si pasojë e minutazhës së ulët në urdhrat e Maurizio Sarrit. Kujtojmë, në vitin 2020 te Paris Saint-Germain ishin dyshja Kylian Mbappé e Neymar, ndërsa edhe kishte shumë emra të njohur si Angel Di Maria e Marco Verratti.